Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona dhe Kapxhiu. Mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Edhe mëngjesin e kësaj shtune do të jemi së bashku që nga ky moment, pra që nga ora 7 edhe deri rreth orës 9, mëngjesin e sotëm patjetër do të kemi shumë kohë dhe hapësirë për të komunikuar së bashku, për të biseduar për temën e ditës, e jo vetëm, edhe mbi gjithë hapësirë për të marrë sa më shumë biseda dhe telefonata nëpërmjet video call, që të kemi mundësi që të ndajmë mendimet dhe diskutimet për disa çështje kryesore që ju dëshironi ti përmendni. Sot jemi ditë e shtunë, data shënon 27 shtator për vitin 2025, duke ju uruar të gjithëve një fundjavë të mbarë. Me programin e mëngjesit do të kemi mundësi që të njihemi së pari, patjetër me shtypin e ditës, titujt kryesor të gazetave për sot dhe atë se çfarë shkruhet në faqet e rëndësishme online, pra le të themi në faqet web të rëndësishme online siç bëjmë çdo ditë, do të kemi mundësi që njihemi po pse jo edhe parashikimin e motit dhe më pas hapësira më madhe, kohë më madhe për bisedimet së bashku. Nisim pasqyrën e shtypit dhe do ta nisim me gazetën Panorama siç bëjmë çdo ditë. Sot jemi ditë shtunë, në fakt na kanë mbritur në redaksi edhe gazeta që janë të përjavshme që zakonisht ne i shohim të shtunave. Por së pari vijoj me gazetën Panorama me zhvillimin kryesor që ka të bëjë me zgjedhjet në Tiranë. Kjo është një çështje në fakt që ka shënjuar ndoshta zhvillimin kryesor politik gjatë javës që po lëm pas. Zgjedhjet në Tiranë, garë mes zonjave, kjo është edhe pyetja që shtrohet. Negociatat e Partisë Demokratike për rivalen e Manastirliut. Grupi punës, zgjedhjet e reja në Tiranë kanë vënë në lëvizje demokratët, të cilët janë në kërkim të një emri konsensual me aleatët, ku nuk përjashtohet edhe një zonjë përballë socialistes Manastirliu. Detyrën për gjetjen e rivalit të saj Sali Berisha ja ka besuar 3 prej vartësve të tij. Që do thotë, grupi punës përbëhet nga Flamur Noka, Belind Këlliçi dhe Ali Mehmeti, besoj Ilir Ali Mehmeti. Opozita synon të zgjedhë një kandidaturë gjithëpërfshirëse, ndërkohë që në fletoren zyrtare di është botuar vendimi për shkarkimin e Erion Veliajt nga detyra e kryetarit Bashkisë Tiranës. Më tepër lexoni në faqet 2 dhe 3 në brendësi. Vuajta në Kuriz diçka të padrejtë. Ervin Saljani deklaron do të punoj për qytetarët që përballen me padrejtësi. Pas lirimit me kushti, ish deputeti i Partisë Demokratike mbyll edhe shërbimin e provës. Në foto pra është Ervin Saljani. Shohim të tjera zhvillime, jemi e shtunë dhe në Panorama vjen suplementi Panorama Plus, pra me zhvillimet nga bota e showbizit shqiptar. Shkak martesa, çfarë ndodhi me lidhjen e DJ PM dhe Sarës? Roza Lati fshin fotot me Jonathanin, pyetja shtrohet është krizë mes çiftit. Personazh Ngjella Gaçi, pushime në jug mes sportit dhe leximit. Duke mbetur tek i njëjti argument, Amir Rahmani nis bashkëtesën me modelen kosovare në Itali. Këto suplement, zhvillimet e tij lexoni nga faqja 13 deri në faqen 20. Në foto janë Sara Hoxha dhe DJ PM dhe majtas faqja e parë e Panorama Plus. Ecim në të tjera zhvillime, abuzimi. Arrestohet ish menaxheri fondeve të Soros, akuza për përdhunim dhe prostitucion. Në faqen 8 lexon më tepër nga ky zhvillim. Përgjimet, tenderi ujësjellësit, bisedat që çuan në hetim Erion Isajin, pra kreun e Bashkisë së Kolonjës. Muzikanti, nga organoja e kishës tek qelit e Burgut, jeta e At Filip Mazrekut. Opinionet e ditës do të shohim së fundmi, dyja do të pasqyrojnë në faqen e parë. Nga akademik profesor Anastas Angjeli, ekonomist pra në profesion, mund të lexoni Lufta ekonomike, ekonomia e luftës dhe ekonomia e paqes. Dhe nga profesor Gëzim Tushi, sociolog me titullin Mjeshtër i Madh. Krimi dhe krisja sociale e shoqërisë. Kjo është ajo që shkruan edhe Gëzim Tushi. E lëm pas gazetën Panorama, ecim dhe zhvendosemi në këtë moment në gazetën Tema, është e radhës dhe do ta kemi në ekran. Në foton kryesore të gazetës Tema është Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike. Pozicionoi më së miri gazetën për të parë edhe shkrimin që e shoqëron. Akuzat qesharake, Aruba, një babale karaibiane post zgjedhore. Më tepër lexoni në faqet 4 dhe 5, një çështje që po përmendën nga Berisha gjatë këtyre ditëve, Aruba, një babale karaibiane post zgjedhore, akuza qesharake. Detajet fakti lexoni në faqet 4 dhe 5, ndoshta për të kuptuar eksaktësisht edhe këtë situatë apo këtë histori.
Nuk ka zgjedhje o njerëz, duhet i thërisni mendjes, Andi Bushati kundër pjesëmarrjes së opozitës në zgjedhjet e Tiranës, ndërsa Adriana Kalaja shpall kandidaturën për Bashkinë e Kryeqytetit. Intriga në zgjedhjen e kreut të SPAK. Lorenz Vangeli deklaron: procesi ka nisur i helmuar. Çfarë s'do dëgjojmë? Kush është relatori që nuk pranoi të bëhej pjesë dhe u tërhoq? Gara për kreun e ri të SPAK, Anila Hoxha zbulon debatin e fortë në mbledhjen e KLP-s. Pati dhunë verbale, shkak ishte, më tepër lexoni në faqen 6. Vjoj me rubrikën Histori dosier, e gjeni në faqet 10-11 në brendësi. Jo, është një zhvillim, në fakt në faqet 10-11 zakonisht është rubrika Histori dosier, por materialisht pasqyrohet gjatë ditës sotme ka të bëjë me ngjarjet e aktualitetit. Vrasja e Klevis Leshit u porosit për 50.000 euro nga Aurel Hoxha. Si nisi hasmëria mes dy fiseve në Burrel pas një vrasje në Londër që shkaktoi 5 të vdekur. SPAK ka zbardhur pas 5 vitesh rrëmbimin dhe vrasjen e Klevis Leshit, 24 vjeçar. Shohim të tjera zhvillime në pjesën e sipërme. Qeni që la Tiranën, rrëfimi i rrallë i diplomatit sudez, ndoshta mund të jetë dhe suedez, kur binte komunizmi në Shqipëri. Antena brenda familjes muli në dilema për negociatat brenda opozitës. Arlind Qori refuzon Partinë Demokratike, Lapaj dhe Dash Shehi mendohen. Pra Arlind Qori refuzon PD-n, Lapaj dhe Dash Shehi mendohen. Janë negociatat pra që po bën për një kandidat për kryetar bashkie të Tiranës mes partive opozitare. Me robazë shkruan: përse Manastirliu ka për të pasur më pak emocione kur të zgjidhet se sa kur u emërua. Pra edhe njerë përse Ogerta Manastirliu ka për të pasur më pak emocione kur të zgjidhet kryebashkiake se sa kur është emëruar apo kur ka mësuar që do të jetë ajo kandidatja në Asamblenë e Partisë Socialiste. Leonida Mërtiri shkruan: helmimi i një shoqërie dhe nga Indrit Vokshi mund të lexoni: po ikin opozita e vërtet e Edi Rama? Kjo është pyetje që shtron Indrit Vokshi. Apo ikin tek Edi Rama opozita e vërtet? Me opinionet e ditës, përfunduam edhe gazetën Tema, zhvendosemi me numrin e kësaj shtune në gazetën Dita. Dhe e theksoj për ata që ndoshta ende nuk e kanë si informacion, që nuk është thjesht numri i kësaj shtune në gjithë të përditshme që ne kanë mbritur në redaksi, por pak a shumë është numri fundjavës, duke qenë që nesër për atë diellën gazetat nuk dalin në botim, është thjesht një ditë pushimi dhe rikthehen të hënën. Shohim zhvillimin kryesor në gazetën Dita në këto momente, sepse këtë të përditshme kemi në ekran. Zhvillimi kryesor eksaktësisht ka të bëjë pra me zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Por të shohim, kjo është edhe pyetja e ditës apo sondazhi që ne kemi, se çfarë do të bëjë Erion Veliaj, do ta ankimojë apo jo vendimin në gjykatën kushtetuese. Po ta ankimon gjykatën kushtetuese, ndoshta do të shtyjë zgjedhjet etj. Detaje dhe analizë: Ogerta, Belinda dhe zgjedhjet në Tiranë. Pra Ogerta, Belinda dhe zgjedhjet në Tiranë. Manastirliu e përzgjedhur nga Rama për detyrën e kryetares, i ka bërë atij vetëm një kërkesë: që Balluku të jetë udhëheqësi e fushatës elektorale për Bashkinë e Tiranës. Ja pse? Duke lënë përsipër udhëheqjen e fushatës Belinda Balluku, që është de facto kryeministre e vendit, Manastirliu ka zgjidhur një sër problemesh të fushatës me një të rënd të lapsit. Detajet janë në faqen 3, pra është edhe një analizë, por dhe detaje nga gara që mund të zhvillohet. Shohim të tjera zhvillime. 213.000 përfitues nga paqja fiskale do të falen 335 milion euro borxhe mbi 10 vjeçare. Rreth 1.7 miliard euro është borxhi tatimor që do të preket nga paqja fiskale parashikuar në programin e qeverisë. Çdo borxh i krijuar para 2016-s falet plotësisht. Pra edhe një herë për bizneset më së shumti, çdo borxh i krijuar para 2016-s falet plotësisht. Aksioni i SPAK. Pronari i lokalit luksoz në Tiranë akuzohet për 5 vrasje dhe trafik droge. Pas fasadës me vipse të showbizit, fshiheshin krime të rënda dhe një sak vrasjesh e lidhur me hakmarrje për vëllan. Në brendësi të gazetës Dita mund të lexoni: shënim hetimi për ata që i numëruan Veliajt ditët e punës. Situata dhe media, gazetaria e përballur me krizë ekzistenciale. Pra gazetaria e përballur me krizë ekzistenciale.
incidenti Odiseja e turistit holandez nga aksidenti në rrugë të netët në paraburgim në Gjirokastër. Në një artikull për median e vendit të tij, ai ka treguar për eksperiencën në Shqipëri. Shohim të tjera zhvillime, jemi ende me gazetën Dita. Historia, profesori italian në burgun e Fierit. Rubrika e shëndetit, sallata me vitamina që ndikon tek kilet, pra tek kilogramët tek pesha. Arkiva, qeni që la Tiranën dhe mira syt e pulitur brenda kopshtit të ambasadës, njeriu që organizoi largimin nga Shqipëria të afër 5.000 njerëzve si dhe të një qeni. Okej, lexoni këtë material në faqe 18-19, pak më parë në fakt e pam që ishte i pasqyruar si zhvillim edhe në gazetën Tema. Situata brenda Shqupit, pra kur themi brenda Shqupit, pak a shumë e kuptojmë, identifikohet brenda Partisë Demokratike. Pse frika e opozitës nga zgjedhjet e parakohshme në Tiranë nuk ka si shkak Ramën? Kemi një opozit që po nis të mjaftohet me një mandat të përjetshëm opozitarizmi, duke i hequr përfundimisht syt nga karriga e pushtetit. Këtu qëndron edhe thelbi i frikës së opozitës nga zgjedhjet e radhës. Këto ishin materialet, zhvillimet kryesore në Dita. Bëm e dije gjithçka pasqyroi në faqen e parë. Kalojmë në këtë moment në gazetën Telegraf. Shohim zhvillimin kryesor në këtë të përditshme, e kemi në ekran, por do ndalemi më pas me gjithçka që pasqyrohet në faqen e parë po ashtu. Me Air Albania, as të gjallët, as të vdekurit nuk e kanë të sigurt një fluturim normal. Ky është krye artikulli në Telegraf. Pra edhe një herë, me Air Albania, as të gjallët, as të vdekurit nuk e kanë të sigurt një fluturim normal. Një trup i pajetu bë viktime një pritjeje absurde, duke qëndruar për orë të tëra brenda avionit të Air Albanias, bashku me pasagjerët që udhëtonin drejt Milanos. Fluturimi nga ana e kompanisë u vonua me më shumë se 6 orë, duke mbajtur në bord edhe pasagjerët në nxehtësi dhe pasiguri. Ndërkohë, një kompani amerikane ka ngritur padi kundër flamurit shqiptar të ajrit së bashku me Turkish Airlines. Shohim tjera zhvillime. Kryeministri Rama, thirrje të rinjve dhe bizneseve, mos e humbisni eventin Regional AI Hektathon 2025 që po vjen në Shqipëri, që besoj ka të bëjë pra me inteligjencën artificiale, nëse gjithmonë shohim AI apo edhe IA, shqip apo dhe anglisht, do të thotë pra që kemi të bëjmë me inteligjencën artificiale. Presidenti Bajram Begaj takon sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Guterres, Shqipëria rol në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe të drejtave të njeriut. Analiza nga Zef Preçi, ekspert ekonomie, ish zëvendësministri i ekonomisë. Kalimi i ylberit politik ka hapur portat për element Soros, koha që qytetari të ketë të drejtë të revokojë mandatet. Shohim të tjera zhvillime. Spaku, policia dhe qeta e kokainës. Kronika, Ekuadori përmend mafian shqiptare, duke e kthyer Shqipërinë në qendër të akuzave në nivel global. Rishfaqet në sken Toyota Yaris, ku valizhet e parave mbushen me drogë, ndërkohë që zbardhen përgjimet e kryebashkakut socialist të Kolonjës për abuzimet me tenderat 20 milion euro. Spak futet në ethet se kush do të zgjidhet kreu i ri, ku 8 prokuror nuk kanë çfarë të humbasin pasi u mbaron mandati. Ecim në të tjera zhvillime, mbetemi në Telegraf dhe do të ndalemi tek një personazh, Amik Kasoruho. Histori e tradhtive, histori e trisht. Dosier, Shqipëria mes ankthit dhe ëndrës. Asnjë histori nuk do të mund të ndeshet me një përqindje kaq të lartë tradhtarësh apo armiq sa krijoi diktatura komuniste. Nga dëshmori i parë i lirisë tek ai demokracisë, trashëgimia mbi ekzekutimet e intelektualëve të opozitës, atyre të luftës, agjentëve të perëndimit dhe si urrëtia i zuri vendin ligjit. Lexoni në faqet 10-11 pra rubrikën Histori dosier, rrëfim i Amik Kasoruho, histori e tradhtive, histori e trisht. Vjojmë Telegraf, sepse pastaj do të ndalemi në Ex Libris. Sociale, Kuçova kutërbon Kreshnik Hajdari i ndan paratë e tenderit VC-ve me Kriston dhe mbikëqyrësin e punimeve 6D plan. Hetimet, si u përhap në Myzeqes skema piramidale me kriptomonedha. Vjoj me rubrikën Mjeku në familje.
Viroza destinës që prekin fëmijët, shenjat e para, grup moshat më të prekura, parandalimi dhe kurimi, mjekimet për hipertensionin, stresin, ulçrin dhe hepatitin kronik. Mozaik dhe aktualitet, Ilirian Ballaj, fati pabesueshëm i 5 djemve të shkollës teknike amerikane të viteve 20 nga gjormi i Vlorës. Sport, flet Rezart Dabulla dhe Arjan Pisha, Tirana Dinamo, dueli historik në fundin e tabelës janë ndeshjet e radhës. Nga Qemar Lame mund të lexoni, Donald Trump me qëndrim të ri për Ukrainën. Mustafa Bakia si veteran shkruan Patriotët e Skraparit dhe lufta kombëtare e Vlorës. E lëm pas edhe gazetën Telegraf dhe do të shohim në këto momente edhe nëpërmjet ndihmës së regjisë gazetën Ex Libris që na ka mbritur në redaksi në mënyrë elektronike, pra nëpërmjet e-mailit. Do ndalemi tek Ex Libris, më pas Kushtrim Brezash, Panorama Sport edhe tek mediat online. Por ndalemi këto momente në Ex Libris, që është një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Të shohim në momentin që ta kemi gati, e theksoj edhe mendimin e kolegëve në regjisë, sepse gazeta Ex Libris na ka mbritur në e-mail, pra jo në versionin print, por në mënyrë elektronike. Nuk di kolegët të më konfirmojnë nëse e kemi gati apo jo Ex Libris momentalisht, apo do ta kemi edhe pak më vonë. Mirë, në pritje që të kemi gazetën Ex Libris, e kemi në këto mende, faleminderit, kështu që shohim me detaje. Dhe ndalemi më konkretisht, Ledja Xhoga, letërsia është domethënëse kur ndihet si diçka e gjallë, ka biseduar Andreas Dushi. Ledja Xhoga është shkrimtare dhe dramaturge shqiptare-amerikane, ka lindur në Tiranë dhe jeton me familjen e saj në Brooklyn, dhe Catskills, romani saj Keq kuptimi, fitoi çmimin e librit të qytetit të New Yorkut dhe shpallur finalist për çmimin e romanit të parë në Center for Fiction në Brooklyn dhe ka hyrë në listën e të nominuarve për çmimin prestigjioz Booker Prize 2025. Kur letërsia i huan zërin e saj historisë, si është shkruar ky libër, sot ditëlindja e shkrimtares dhe përkthyeses së njohur, roman i ri nga Mira Meksi, ikona e plagosur. Bibliografi më i madh shqiptar, Lumo Skëndo. Vëllimi 11 i veprës së Mitat Frashërit, bibliografia nga Uran Butka. Zhvendosim pak gazetën në këto momente për të parë edhe zhvillimet e tjera në gazetën Ex Libris, e theksoj një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Shohim dal nga dal për të parë edhe zhvillimet e tjera. Shënime për librat, poshtërimi dhe digniteti, historia mes fjalës dhe kujtesës nga Mimoza Hysa. Lea Ypi të poshtëruar nga botimet Dudaj. Nxiton nga dal nga Dimitrov Popović, Kostas Limburis, Qipro, 1974-2024, 50 vjet pas pushtimit, botimi i ri nga Nerajda. Promovohet në Austri romani autobiografik Kreuz Tani, i shkrimtarit dhe ambasadorit Fate Velej. 6 dëshmor në një fotoplakat nga Qerin Vrioni. Një mbrëmje me kërkohet një tenor nga Gjoina Sala. Është rubrika bibliotek që gjeni shkrime dhe opinione po ashtu. Për të mbetur në të në hapësirë, Via Lucis, portreti kulturor i artistit Lazar Lumezi nga Stefan Çapaliku. Transformizmi estetik, arti si procesi ndryshimit dhe i krijimit të realitetit. Kemi dhe dy zhvillimet tjera që do t'i shohim po ashtu. Një ka mbetur në fakt, in memoriam, Anagnosti, regjizori që bëri kineman shqiptare të flasë me gjuhën e përjetësisë, nga Ilir Çumani vjen ky shkrim. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Ex Libris, një gazetë javore, letrare dhe kulturore që ne shohim çdo të shtunë në mbri në redaksi. Zhvendosemi këto momente me Kushtrim Brezash, që është një botim i organizatës veteranëve dhe pasardhësve të lanç të popullit shqiptar nder i kombit. Jemi me kryartikullin në këto momente. Vjen nga Hajdar Domi. Idet, idealet dhe mësimet e lançit gjithnjë aktuale dhe të pavdekshme. Aktualitet. Këshilli Zonal i Bashkisë Porrinjës shton radhët e organizatave me pasardhës veteran. Po tek zhvillimet nga aktualiteti. Çorovod, organizata e lagjes 5 shtatori në krye të punëve nga Taip Çela.
Pez festohet 81 vjetori brigadës 22 sulmuese nga Vera Tarifa. Mbetemi në kushtrim brezash. Aktualitet, Gjirokastër përkujtohet 81 vjetori çlirimit të qytetit nga forcat gjermano-balliste. Malësi e madhe, përkujtohet 105 vjetori luftës së Koplikut. Histori, 5 gusht, 28 shtator, 1943, lufta e Konispolit. Po histori, Berat festohet 81 vjetori çlirimit të qytetit. Vëzhgim, simbolet e lançit, pasuri kombëtare që kërkojnë kujdesin ton nga Qemal Poçi. Dhe aktualitet, përkujtohet 81 vjetori brigadës së 23 sulmuese dhe çlirimit të Krujës nga Mehmet Deliu. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Kushtrim brezash në numrin e kësaj jave. Edhe kjo është një gazetë javore. E theksoi botimi i organizatës së veteranëve dhe pasardhësve të lanç të popullit shqiptar nder i kombit, cilët jemi bindur që na ndjekin në këto momente dhe absolutisht që i përshëndes dhe uroj jetë e shëndet të kenë. Zhvendosemi në Panorama Sport për të marrë edhe zhvillimet sportive të fundjavës. Kur them të fundjavës, sepse do kemi mundësi që të shohim gjithçka do të ndodhë në këtë fundjavë, kryesisht futbollistike, me ndeshjet futbollin në vend dhe futbollin europian. Ka paktën 2 super ndeshje, një në Spanjë dhe një në Itali. Por fokusohemi tek futbollin në vend, kategoria superiore, ku po ashtu ka ndeshje interesante. Elbasani prov lideri, Partizani për ringjalljen. Gvozdenovic, që është trajneri i Elbasanit, ka deklaruar: "Jemi më të fortë se Dursakët, dobit e Utës na kënaq vetëm fitoria. Demat me mision në ballë, Shmilinkovic prisja më shumë pikë." Formula 1, me që jemi në pjesën e sipërme të gazetës, Red Bull tremb McLarenin, Norris janë tjetër nivel. I rikthehemi futbollit në vend. Çobani, Dinamo do të rikthehet. Jorgji gabon me dashje. Ish lojtari blu analizon superioren. Derbi, Tirana-Dinamo, sot ora 16 për ora 4 pasdite. Bordin është trajneri i Tiranës, ka deklaruar dje: "Nuk ka kohë për dorëzim. Tirana duhet të ngrej kokën." Daja hesht sërish. Rezultatet tensionojnë situatën e kryeqytetës. Ilir Daja nuk ka folur për mediat përpara ndeshjes, siç është traditë në fakt dhe siç trajnerët duhet të flasin, se kështu ndodh edhe kudo në botë. Kategoria superiore java e 5, sot luajnë këto ndeshje. Bylis Partizani në ballë, Tirana Dinamo luan në orën 16 dhe në orën 19, në orën 7, pra në mbrëmje, Elbasani Teuta. Nesër Vllaznia Vora dhe Flamurtari Egnatia. Flamurtari Egnatia, vlonjatët kthehen në shtëpi, presion për triumfin e parë. Flamurtari deri më tani ende nuk e ka fituar një ndeshje. Braziliani nga Santosi në Rogozhin rrëfehet Fernando. Të dielën Vllaznia me mungesa përballë surprizës Vora. Kategoria e parë, Besa Lush Njazdin të fitojnë Durrët, drejtoi pa dëshirë. Në Korçë, Skënderbeu mund Laçin dhe merr Aratin në kampionat. Java e 5 në kategorinë e parë, dje Besa Lush 1-1, Skënderbeu Laçi 1-0. Sot luhen në orën 16, në orën 4 pasdite, këto ndeshje: Kuksi Pogradeci, luftëtari Iliria, Kastrioti Bureli, Korabia Polonia. Kategoria 2 ngres i parin, rivalitet në të dy grupet. Zhvillimet nga futbolli evropian. Në Serie A, Allegri dhe Conte, historia që mund të mos ishte shkruar. Kur përmendoj që ka 2 super ndeshje, njëra është Milan-Napoli, të dielën pra nesër në mbrëmje. Gjermani, Bayern i marshon, Kane është i papërmbajtshëm. Mbrëm, Bayern Munich Werder Bremen 4-0. La Liga, derbi Madridit ndal Spanjën, Barça në kaos. Sot luhet në 16:15, pra në 4:01 çerek pasdite, Atletico Real Madrid. Dhe në Premier League, Chelsea dhe Anglia humbasin Cole Palmerin për shkak dëmtimi. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport, dhe në këto momente do të kemi mundësi që të shohim zhvillimet e rëndësishme në shqiptarja.com dhe më pas në media të tjera online. Por jemi së pari me shqiptarja.com, që është faqja jonë zyrtare në internet. E kemi këto momente nëpërmjet iPadit që kemi në tryezën e punës, mund ta shohim me detaje. Por ka dhe një zhvillim të minutave të fundit në fakt që po ashtu e gjejmë edhe në shqiptare.com përveç fleshit informative. E gjejmë edhe në shqiptare.com sepse është hapësira e fleshit.
Në Tepelen gjendet i vrarë me armë zjarri në fshatin Salari një biznesmen italian. Kjo është një ngjarje pra që është regjistruar. Biznesmen italian ka një aktivitet prodhues këtu në kryeqytet, një fabrik tullash rreth 40 vjeç. Ka qenë në një automjet që vinte në segmentin që ecën në segmentin Nivicë Salari dhe ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Dilan mes Nivicës dhe Salarisë. Një person, të paktën janë gjithmonë informacionet e parë që po na përcjell dhe kolegu Piro Nase. Gjitha këto informacione gjithmonë nëpërmjet burimeve është qelluar me breshëri automatiku, teksa është shkëmbyer me mjetin që udhëtonte italiani, pra që do thotë edhe autori apo autorët e kësaj ngjarje lëviznin me një automjet në këtë segment. Kjo është ngjarje, ky është zhvillimi i minutës fundit për vrasje me armë zjarri, një biznesmen italian në zonën e Nivicës, afërsisht në Tepelen, rreth 40 vjeç, është vrarë me breshëri automatiku. Ka një biznes në Tiranë, një fabrik tullash këtu në kryeqytet. Ky është zhvillimi i minutës fundit që e gjeni edhe në shqiptare.com, faqen zyrtare në internet, po e ndiqni edhe nëpërmjet fleshit informativ. Por vijojmë me shqiptaria.com me të tjera zhvillime. Odiseja turistit holandez nga aksidenti në rrugë netët në paraburgim në Gjirokastër dhe lirimi kundrejt 5.000 eurove. Në foto është artikulli në median holandeze dhe makina aksidentuar në Shqipëri në muajin gusht. Këtë histori më tepër e lexoni pra në brendësi të shqiptaria.com dhe një tjetër ngjarje apo histori që është pak a shumë e ngjashme. Si ka përfunduar profesori famshëm italian në burgun e Firit pas aksidentit rrugor, media italiane incidenti që mund të kthehet edhe në një çështje ndërkombëtare. Kemi rubrikën minut pas minute që lexoni po ashtu pra edhe zhvillimet më të freskëta, zhvillimet më të fundit, por e përmenda fjalën freskët. Bota, për shembull, plani i Evropës dhe NATO-s, një mur dronësh në lindje kundër kërcënimit rus, por do të duheshin 20 milion të tillë. Pra imagjinojeni 20 milion dronë. Ecim dhe shohim një zhvillim që ka të bëj me politikën. Okej, e kemi në këto momente. Në fakt, nga Skënder Minxhozi është dhe një analizë. Frika opozitare nga zgjedhjet nuk ka shkak Ramën, në foto është Sali Berisha. Një zhvillim fundi që ka të bëjë nga kronika, një ngjarje ditës djeshme, nuk është ngjarje ditës djeshme, por zbardhja e disa ngjarjeve të viteve të kaluara që pak a shumë është bërdia. Spak zbardh vrasjen e Klevis Leshit, janë paguar 50.000 euro për gjakmarrje. 3 persona në pranga, njëri është kapur në Itali në kërkim porosit si pronar i lokalit Monopol dhe Elite Event. Këto ishin zhvillimet në shqiptare.com dhe lajmin e minutës fundit që e përcollëm dhe që po ndiqni dhe në fleshin informativ. Ecim në media të tjera, shumë shkurtimisht edhe për të mos humbur kohë, zhvendosemi në këto momente me kohën ditore për të marrë disa zhvillime nga Republika e Kosovës. Do të shohim zhvillimin kryesor. SBA-ja, pra SBA-t kërkuan ndërim kursi Kosova ende pas sinjale ndryshimi. Pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për pezullimin e dialogut planifikuar strategjik me Kosovën, mbetet e paqartë nëse qeveria do të ndërmarrë apo jo ndryshim kursi. Një tjetër zhvillim që është i rëndësishëm, lajmet e mbrëmjes KFOR-i ka deklaruar nuk kemi identifikuar shkelje me dron që mund të rrezikojnë sigurinë në Kosovë. Që nga 2005 janë shkatruar rreth 16.000 armë, zgjedhjet lokale dita 14 e fushatës, sepse në 12 tetor në Kosovë mbahen zgjedhjet vendore për kryetarët e rinj të komunave. Vjosa Osmani, pjesë e takimit të liderëve të Ballkanit Perëndimor me Richard Grenell. Nga koha ditore do të kalojmë edhe në mediat italiane ku gjejmë në fakt zhvillimet ndërkombëtare, sepse situata me lindjen e mesme, me luftën në Ukrainë, ka një vëmendje të madhe në gjitha mediat ndërkombëtare. Kështu që fokusohemi në këto momente edhe më konkretisht me lindjen e mesme. Kur themi me lindjen e mesme, po të si çfarë ka ndodhur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, ka folur në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Është bërë një lloj show, por edhe vërshëllima. Ka pasur shumë delegat që i kanë kthyer shpinën dhe që kanë lënë asamblenë. Ndërsa mjekët pa kufi do të largohen nga Gaza, duke theksuar se është shumë e rrezikshme. Janë edhe videot në Corriere della Sera, momentet kur flet Netanyahu dhe
të pranishmit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ose janë larguar, kanë lënë sallën, ose edhe kanë vërshëllyer. Dhe Netanyahu ka treguar dhe hartën, duke theksuar se Irani, për shembull, është një kërcënim si për ne, pra si për Izraelin, ashtu edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shumë shkurtimisht dhe në La Repubblica, megjithse edhe në këtë media prestigjioze italiane, pak a shumë këto zhvillime pasqyrojnë, por e shohim në këto momente. Shumë interesante dhe kjo që ka treguar Benjamin Netanyahu, në fakt kryeministri izraelit në OKB. Dhe titulli kryesor në La Repubblica është Netanyahu ngrin Organizatën e Kombeve të Bashkuara duke theksuar do të përfundojmë punën tonë, apo do të përfundojmë atë që kemi nisur. Nga ana tjetër, Donald Trump ka theksuar se kam një lloj entuziazmi për negociatat në lidhje me Gazën. Edhe Netanyahu ka pasur, le të themi, një lloj pankarte në dorë, duke bërë me dije që në një farë mënyrë kush e do Amerikën të vdekur. Para shumë, sepse fjalimi është mbajtur në New York, së pari Irani, domethënë A Irani, B Hamasi, C Hezbollahu, D grupet rebele Houthi dhe alternativa E, kudo edhe në mbar botën, po ashtu ka që duan Amerikën të vdekur në një farë mënyre. Ishte gjithçka dhe në La Repubblica dhe kjo ishte gjithë pasqyria e shtypit për ditën e sotme. Pak reklama, rikthehemi një herë për të nisur komunikimin së bashku.